Nëse kishmi përmledh me një fjali krejt që ka pëndodhë sot në botë, ndoshta kisht tinglu qështu që ajo farë fjalije. Po jetojna në një botë ku Amerika po bën përpjekje me rujt rendin global që e ka ndërtu vetë, e Kina po bën përpjekje me rishkru rendin e ri global. Pas rënjës murit Berlinit 1989, për afro 3 dekada bota e ka pas veç një superfuqi të padiskutueshme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka pas shtetet fuqishme, shoqënit fuqishme si Rusia, Kina, India apo Brazili, po këto janë kanë fuqi rajonale me ndikim, po jo me peshë globale. Dekada e fundit e ka ndryshu këtë ekuilibër. Në ring, krahas Amerikës ka hyrë edhe Kina. Mirë po, shumë pi lajmeve që qarkullojnë e që besa dhe në gjuhën shqipe, si Kina ka kalu Amerikën, perandëria e re lindore, janë ma shumë propagandë se sa realitet. Në asë një fushë thelbësore, Kina as nuk e ka kalu e as nuk e ka kap Amerikën. Bie fjala, buxheti ushtarak i Kinës është rreth 300 miliard dollar, ai amerikan është afro 1 trilion, është 3 herë më i madh buxheti ushtarak i Amerikës. GDP-ja nominale e Kinës është 18 trilion, e Amerikës 29 trilion, e krejt botës 111 trilion. Që prej viteve 80, ekonomia amerikane ka qëndru vis-a-vis ekonomisë globale 25 dhe 28%. Me fjalë tjera, rritja e Kinës nuk e ka zvoglu në asnjë segment Amerikën, thjesht e ka bo botën pak më të madhe. Ajo që e mban Amerikën përpara nuk janë veç shifrat, o struktura. Kompanit më të mëdha në botë janë amerikane. Teknologjia më e avancuar në botë është amerikane. Universitetet, inovacioni, modelet e qeverisjes, kultura e lirisë. Në çdo statistikë që e mat kreativitetin, risin dhe ndikimin global, Amerika vazhdon me kon kry. Fusha vetme ku Kina ka avantazh është ajo mineraleve të ralla, materiali bazë i botës moderne. Prej telefonave te satelitet, te makinat elektrike e te avionët prodhohen edhe fal këtij materiali. Ato janë arsyeja pse celularët janë më të hollë, bateritë janë më të fuqishme, e kompjuterat janë më të lehtë. Këtu Kina ka pothuajse monopolin. E pikrisht për këtë ajo po lun ka pak me nervat e Amerikës. SBA për me balancu këtë disbalans ka hyrë aleanca të reja me Australinë e me vende tjera që kanë rezerva të mineraleve të ralla nën tokë, madje edhe me Ukrainën, e cila besohet që ka depozita të tilla strategjike. Në gjitha fushat tjera, Amerika ka përparësi. Në inteligjencë artificiale, në mikroqipa bashkë me Tajvanin, në software, në universitete, kulture, mbi gjitha, në modelin politik e ekonomik, ekonominë e hapun që gjeneron ide dhe progres. Në fundit, kjo është edhe arsyeja pse Bashkimi Sovjetik e ka hup luftën në raport me perëndimin. Jo se Amerika ka pas ma shumë tankse apo koka bërthamore, po se Amerikanët kanë pas ma shumë onra, kanë guxu me andru. Sovjetikët kanë prodhu hekur e qelik, Amerika ka prodhu Coca-Cola, ide, yjet kinemos, një mënyrë jetese që Sovjetikët nuk e kanë pas. Në Berlin, dallimin mes dy botëve shihej ndritat në rrugë. Në Berlinin Sovjetik ka pas zymtësi e mungesë, në Berlinin perëndimor ka pas drita edhe bollek. Kur ka ra komunizmi, një moment i ngjashëm u ndez edhe në Pekin. Protestat e Tiananmenit janë kon thirrja e parë për Kinën. Mirë po regjimi komunist atë protest e mbyti me tankse. E vendi e vazhdoi rrugën e vet. E rruga e Kinës është kon zhvillim pa liri. Sot Kina ka rritje ekonomike, po s'ka rritje të lirive, s'ka rritje politike. Dhe përballë saj po afrohet një pengesë e re, plakja e popullsisë dhe mungesa e lindjeve. Një këmbë që plaket ma shpejt se sa rritet, e humb ritmin që e man një fuqi të madhe në këmbë. Pra, edhe nëse Kina arrin rritjen ekonomike që synon, ajo hala se ka kalu pengesën më të madhen
që i rrinë në qafë, e që është cenzura, diktatura, mungesa e lirisë. Një shoqëni pa liri është si një motor që s'ka oksigjen, funksionon për pak, për pastaj nalet, shkymet. Në fund, rivaliteti Amerik-Kin nuk është thjesht luftë për ekonomi apo për ndikim gjeopolitik. Është luftë midis dy modeleve të jetës. Një që i beson lirisë dhe individit, edhe një që i beson kontrollit edhe shtetit. Historia deri me tani ka tregu se kreativiteti lind nga liria. Kreativiteti nuk lind nga frika. Kreativiteti nuk lind prej shtysës qeverisë, po prej njerëzve të lirë. Sponsorët videove të mia, siç mo tash e dini, është Mobisim, është Riga Farm, është Jysk Kosova, edhe është Kafe Pavin.